Protesta 18 ditore përballë kryeministrisë u transferua sërish në seancën plenare të kuvendit edhe këtë të njëjtë. Që në hyrje, deputetët e Partisë Demokratike sollën në kuvend pankartët e protestës dhe kërkuan që në rendin e ditës të përfshiheshin kërkesat që artikulohen nga protestuesit. Sali Berisha u ngjit disa herë në foltoren e kuvendit duke theksuar se seanca nuk mund të vijonte në normalitet, ku prej disa ditësh tashmë mijëra qytetarë kanë dalë në shesh dhe kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama. Vazhdimi me çështje tjera në këtë parlament pa ardhe Rama këtu për të paraqitur dorëheqjen ose në debat. Mocion me debat është një akt sa tradhtie aq dhe cinizmi ndaj qytetarëve shqiptar. Berishës ju përgjigj kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla, që e sfidoi atë të shkonte në protest nëse do e pranonin. I fundit në këtë sallë që mund të flasin në emër të protestuesve është ky pelikani këtu. Nëse do të zbatosh, unë të sfidoj, Sali Berisha, unë të sfidoj. Sot pas dite shkon protest. Shkon do të protest. Në replika, Berisha u përfshi edhe me socialistin tjetër Damian Gjiknuri në lidhje me çështjen Aruba. Damian, dil bëjbe, dil betohu këtu, betohu që nuk e qenë në Aruba. Dil këti. Kurse për saj përket asaj, të garantoj që gjithçka është trillim dhe vetëm trillim. Por edhe Gjiknuri nuk e kurseu përgjigje ndaj kryedemokratit, duke u kundërpërgjigjur me akuza. Sa për emrin që më përmendi, ai e di shumë mirë që unë s'kam lidhje fare me ata persona, as njoh asnjërin nga ata, por fatkeqësisht disa nga emrat që përmenden aty familjarët e tij janë në fota. Nuk po them kanë apo s'kan lidhje, atë gjë ta sqaroj Zoti punës. Por kjo është për ata njerëz dashamirës të interesuar për emrin tim që aty kemi të bëjmë me një shpifje ordinare. Pas 3 ndërprerjeve dhe pamundësisë për të vijuar normalisht seancën për shkak të kontestimeve nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike, kryetari i kuvendit Niko Peleshi e ndërpreu seancën me 1 orë. Kjo nuk është rregullore. Kjo nuk është e rregullt. Nuk është e bazuar rregullore. Nuk ka një rregullore atë drejtën të prishni seancën dhe fjalën e kolegëve. 1 orë pushim.